fare në Top Albania Radio. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Top Albania Radio, ku edhe frekuenca është si këngë. 100% unë t'kam me qërrue, veç buzët e mia të mlati me i provue. E kënë Armeniat bërë skandal që 5 minutat e para. Po shkon go burr. Po shkon më gjyster. Nejse, Top fare në Top Albania Radio çdo të hënë nga ora 18:00 deri në orën 20:00. Ose për ata që e kanë kështu deri te 12:00 është 6 PM. Mos shaj tani. PM. Çfarë do të thonë? PM burr kështu pas dreke, pas buke. Në rregull, me që dolëm aty për gjithë turistët. Hello, Kalispera. merhaba. Hello, ore më fal. Po mirë, gjithë ata turistë që vinë kështu në Shqipëri, e din që për të kaluar një rrugë me vrap ju duhet të jenë si Usain Bolti edhe të kenë master në durim, apo se din? Sigurisht që e din. Ata prandaj në çdo moment që hedhin story apo ndonjë postim, shkruajnë Visiting Albania is an adventure. Oh, okay. Dhe ne marrim si kompliment. Tamam, buonasera të gjithë italianëve që janë mërzit që nuk janë aq të bukur sa Meloni. Do ma lesh ta mbaroj apo si? O bushat, na fal. Po na fal. Të bosh. Lëre. Na fal o burr, na fal. Ta mbaroj 5 herë më ke ndërhyr deri tani. Fal. Sot. Nuk ishte e bukur kjo që të thash? Ha? Cila? Po pra që Trumpi I tha Meloni ti je shumë e bukur, burri martuar, ha? Në fakt kur e mendon I vetmi burri I martuar që guxon I bën komplimente një femre tjetër. Po është president pra, imagjino tani ç'a mund të ndodhi te shtëpia e bardh para se të fiken dritat. Mos hy aty. Apo si kanë këto halle president? Mos e hap atë deri. Okej, mirë. Hallet e presidentit, hallet e tua. Mirë. Ja thonë tua. Do të hap një tjetër sepse kemi DJ Vinin nga ana tjetër. E kupton apo jo? O DJ Vini, të lutem, do na japësh një goditje të fortë se dua të bëj diçka që ç'është çuni pazarit të ri. ai bi më të fortë do por DJ Vini. Në kokë, headshot. Okej, jemi gati sa Vinit na japi bazën, sepse unë Juli dua të surprizoj sot. Ç'a bazë do? Një sekond se ti nuk e ke iden fare ç'a do bëj unë tani sepse je gati. Zonja dhe zotrin, mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur në evenimentin më të rëndësishëm të mbrëmjes. Ndodhemi në ringun e Top Albania Radios. Në mikrofonin e djathtë ndodhet ai që kur flet populli thot ku do me dal ky me këtë. Kollosi batutës, poeti rrugës, mjeshtri ironisë me presje. Ai që kur nuk ka dëgjuar presidentin që e pi kafen pa sheqer, e pi dhe ai. Por me ndryshimin se ai nuk është I ëmbël vet, është I hidhur si vet shapka elastikut që na gjonte mami. Tirans, buk, kryp, zemër të bardh, Julian Hurda. Ja po duar trokasun se jemi në ring. Bravo. Si ishte nevoja për gjithë këto? Ndërkohë në të majtën e mikrofonit ndodhet ai si shqiponja. Aha, fillon. Ati që nuk I shpëton as edhe një lloj gjëje. Ai e gati ta dish se kush është ai. Si patrëmburi, ai që mami nuk I vendos hudhër në xhep, po I vendos Gurkali Angelo Shkreli. Klasë syri keq pra. Respekte, na pra, ne jemi këtu. Si folur? Urno. Si Arian Cure. Çfarë thua? Megjithëse më Antoni Frymatim. Zot. Më duhet ta pranoj dhe më duhet ta them kështu publikisht që kur ti flet mikrofon, ke vënë që nuk ka nevojë as për Wi-Fi, as për topolant. Po pse? Lidhesh me një herë me dëgjuesit. Oh, sa bukur. Do mi bësh këto live mi gjetet ti bësh 7 fjali aty, mos bëjo një. Juli, tani siç më ka hije moj Remzi, Osmani. Jo më çfarë Remzi Osmani. Është shprehje popullore. Kam një super këngë për ty. Një. Je gati? Gati hamo. Okej. Po është Vini gati. Jemi rikthyer sërish në studio. Edhe tani një përshëndetje speciale shkon për të gjithë ata që na kanë shkruar. Faleminderit shumë për komentet, për klikimet. Nuk kemi pasur kohë që t'ju kthejmë të gjithëve, por sa të mbyllim emisionin sigurisht që do t'i marrim bar. Çfarë po thua më burr? Kush na ka shkruar? Ne sapo kemi filluar dhe s'kemi dhënë as numër, as temë, as gjë. Si na kanë shkruar? Po kështu duhet mor. Kështu duhet. Okay, mirë, se s'jam mësuar unë me këto. Mirë, për të gjithë ata që do të na shkruajnë sepse numrin do ta lançoj vetëm pas pak, kemi një pyetje për ju. Çfarë mund të thuash kur kërkon shtëpi me qira që nuk mund ta thuash dot në shtrat? E mos harroni, me të fut me janë të dyja. Po, na erdhi mesazh. Mund të na dërgoni mesazhet tuaja në 069 44 28 873. Erdhi direkt. Kush është ky mesazh? Hape një Julo? Një mesazh nga jugu.
Oh, çuna kur mbaron emisionet? Duhet ta ketë ngatruar sigurisht. Ose ndoshta do me ditë kur ti bim veshët të rahat. Mesazh doni mesazh të hajrit. Okej, ja ta lexoj. Parshëndetje Vojnaçe. Shkodra. Ju dëgjoj çdo ditë teksa lajenët. Çfarë thotë më? Pas të filluar ta han drekën herët. Pse të lajenësh që në orën 6, as dark, as drek. Këta sigurisht në anglez. Çfarë thua? Mesazh tjetër nga Tirana. Faleminderit që na bëni të qeshim çdo mëngjes. Mëngjes, po nëse kemi mëngjes, se mos e kanë gatruar me wake up-in. Çfarë? Po blendo, ke mesazh këtu vlla, kur të vish nesër mëngjes merr. Çuna qyshinje. Po ti qyshinje lushnjar. Po bëj pak pauzë, duket sigurisht ke. Po vlla është breshëri, e kupton, u bllokuat ky laptop. Vërtet stash të dërgojnë mesazhe, po jo. Ky është i madh fare. Ju dëgjova dje dhe ishit fantastik sot. Po nes dia si ishim para asë emision. Lushja. Prandaj lushja të kemi pëlqyer se s'kemi fol fare, ti vjen veshë të rehat. Jo, ta lexoj edhe këtë tjetër, aman ta lexoj edhe këtë tjetër. Shife çfarë thotë re, ju s'jeni normal fare. Normal. Normal. Ky është kompliment. Normaliteti spiu i më i dashur. Budalla, ku shitet shtrenjt zot. Prit. Është po të kapi Juli që do të lexosh mesazhet nuk mbaron më. Kemi mesazh tjetër. Duket sigur. Para se të vëm, se do e diun që do muzikë, po hajde të bëjmë një get ready with me. Bëuni gati me një ditë emisioni. Pra, hajde bëjmë. Jo, ku ti plas si bëjmë gati ne. Po mirë. Hajde ta bëjmë dhe ne si të gjithë pra të jemi in. Se s'do dalim nga shtëpia pa na tregu se si e shtypim butonin e ujit në banjë para se dalin, ha? Jo, po bjeri dhe mikrofoni çu. Si që vinë me thoi kërë. Ajo quhet ASMR. Si quhet? ASMR. Këvilluar bën get ready apo? Po jemi son. Ditë bëj dhe mukbangun. Por morning routine për shembull është ujë rrjedh, ndërsa shpresa jo. Po 10 minuta ta tregojmë shapkat, 15 minuta se si lajm. Dhe më 20 për xhaketën që nuk na shkon me shapkat. E kupton? Jam në hall shumë të madh ju. Shumë në hall dhe pastaj dalim në intervistë në televizor dhe themi s'kemi kohë, jemi shumë të zënë. Mirë burr, mirë, por më thuaj pak. Portalet shkruajnë kush është vajza misterioze krah Don Johnny. Diti gjë kush është se s'po flet dot gjumën. Po kujtin pun kush është vajza misterioze krah Don Johnny. Unë s'po marr vesh kush është spioni i lagjet ti thu vajza misterioze. Se keni edhe spionin lagje. Po normal. Po do ta gjejmë. Nga fundi i dheut do ta gjejmë. Fundi i dheut dhe ke frikë me u kollit sot të vjen policia. Kemi filluar ta bëjmë dhe shtratin me silenciator. Kemi frikë se mos avin policët direkt. Na ka lajmëruar thotë që po bëni punime. Tani pun po bëj, po tokën ton po punojmë. Po e drejtë. Drejtë. Na erdhën. Okej, sa të merr pak me policinë ose ambulancën. Kush kaloi vino? Policia ambulanca. Sa të vinë këta që të merremi, do të ikim në muzikë, ka ardhur Jason Derulo, Take You Dancing. Julo do të shohësh të kërcesh. Jason, shkoj, hapi derën. Alo. Përshëndetje Delos. Përshëndetje nderuar. Jam ish aktor. Si ish aktor? Tani, si aktor, ç'është kjo ish? Se të shumë kanë në hije, si skena pas faqes, mbaroj shfaqja, ul perdja, s'ka më teatr, a teatri, a teros atmosferos. Kjo është çështja, po, a mund na thoni kush jeni? Ish aktor, prononcohem, zoja ministre, djalos, se më dole jashtë linjës. Të gjasë ne mi një komb me mira aktor. Dikur luaja Shakespearein, sot me zi po marrë pensionin. Merë malli për artin, për publikun, për skenën. U lirove me këtë, që bëre? Unë jam i strënguar deri në fyti, thua u lirove. Po bje, adi këtu, ju ftojmë në top fare të bëjmë një intervjist bukur, të flasim për projektet, për rolet, për teatri. Ja! Po si? Ja! Në kamera, dua dritë skene, jo lampa kineze. Apo i keni Gjermane, qari keni aty. Dua të hapet perdja, dua të njej erën e pullurit të të rastës së zezë. Zaj ministre, ma e fanelën time, zaj ministre. E ke varur fanelën në gosht, ha? E ka varur, zaj ministre. Mjeshtër, më lejonet ju drejtohem këshu, ha? A nuk ju ftojnë më në për projekta? Jo, djelosh, në vend të biografisë. Tani kërkojnë linkun e Instagramit. Këtë aftojnë aktor me kë, jo aktor me të. Okej, stop, një minut. Tani këtë kë në kuptoj, po tënë që është? Talent, si nuk kam një grusht e vardë. O, mjeshtër. Mjeshtër, sfidoj të gjithë edhe bëj një shfaqje private.
Si thua? Ti dallesh me mua, u bërë ti të dallesh me mua. E kam titulluar në pritje të fondeve. 3 muaj në pritje. Dhe më e mira që nuk vjen fondet, vjen Rike Roçi dhe thotë, "Ej, atë premierën e filmit tim, e kupton ti apo jo çfarë?" Po mirë, ti shkon në kinema, pse s'keq e ka të kinema? Mirë, mos u liro më. Mjeshtër, ditë më të mira do vim, po tani më thuaj diçka, se ne kemi një pyetje dite këtu. Çfarë mund të thuash kur kërkon shtëpi me qera, por nuk e thua dot në shtrat? E bukur kjo, e bukur. Është e reja, po e ka pas dhe të tjerët. Hajde tani, rrof teatri, zoja ministre. Të roja, të mos roj. Kjo është çështja, s'ke faj. Më fal, ti gjali. Po. Mos I kam në një çelëzat aty se s'po gjej. O mirë, se për çelëza janë telefon, ku I le çelëza? Lëre, se I kam në xhep, I kisha të xhepim mrapa. Aty ku mbaj kulet, po as kulet nuk kam. Si nuk kam një grusht. Po s'ke marrë pensionin. Top fare, topi, si e keni ju, Iga. Nëse nuk të pëlqen topi, bëje top fare, futi një mendje të lehtë. Kështu bëjmë të gjithë. Kur jemi të ngarkuar nga hallet, se çdo të bëjmë tjetër, halle. Edhe si t'i kalojmë me muzikë shumë të mirë, ashtu siç vjen këtu në Top Albania Radio, do të shkojmë tek Gone. Alo, koleg. Po koleg. Po të dëgjoj shumë mirë koleg, sepse tek ty do vija, tek Shqipëria paralele, sepse në krye të lajmit sot një qytetar I la vendin e parkimit dikujt tjetër me buzë në gaz. Po e keni dëgjuar drejt një akt qytetarie që ka tronditur rrjetet sociale, opinioni publik, madje dhe vetë banorët e Bathores. Për më shumë shkojmë menjëherë pra në këtë lidhje të drejt për drejt me kolegun ton. Koleg, çfarë ka ndodhur? Ti aty pranë, çfarë ishte ai veprim? Çfarë ishte ai gest, koleg? Ai ishte gjesti më I bukur botë, Angelo. Gjesti më I bukur botë, Angelo, po edhe fryma po më merret se kam vrapuar tani që të jem direkt këtu live po. Parë se çfarë ka ndodhur. Jemi ekskluzivisht apo jo? Po, siç e më thon, ti se je në radio, po siç e dëgjon. Po. Ka prohorima, jemi pranë zonës së 21-shit, nga Bathore jemi shpentosur për në 21 dhe një qytetar ka kaluar, ka parë një vend parkimi bosh, po, dhe pastaj ka ikur. Jo, koleg, një minutë, ti saksojmë disa gjëra se ne jemi me të vërtet live siç e the dhe ti dhe raportimi duhet të jetë I sakt. Pra, ke gjetur një vend parkimi bosh, pa karrige, pa bidona, ujë, vaj ulliri këto? Shishe, loj mos nxeh. Shumë I sakt, pa karrige, pa bidona dhe pa frigorifer madje. Po frigorifer ç'na? Se tani kanë filluar të vendosin edhe frigorifer, se është më I rënd për t'u lëvizur, plus merr edhe ndonjë birr ku të duash, ndërkohë që pret sa tirohet vendi. Gjithsesi, qytetari ka gjetur vendin bosh dhe ka thënë, po iki. Po ja lë dikujt tjetër se gjynaf. Gjithë këta banor lagje ku do parkojnë? Edhe ka ikur. Ja, e pamundur. Mirë, po ky veprim nuk është pritur mirë nga vetë banorët e zonës. Pse ç'o bën ata? Kanë të tronditur. Po. Disa banor kanë dalë në balkon me pijama duke pyetur me lot në sy. Po pse mor vlla, pse? Po na thuaj pra, si ka reaguar komuniteti, ne për këtë jemi më shumë të interesuar. Por vetë se të tronditur kanë shpërthyer në protesta, Angelo. Banorët kërkojnë që rasti të hetohet. Jo, e pamundur. Një zonjë nga kati I tretë ka thënë, po mirë mor djalë, sot e lirove ti, nesër e liron dikush tjetër. Ku do e çojmë gjithë këtë hapësirë? Ndërkohë një tjetër banor është shprehur, kështu fillon. Sot të liron parkimin, nesër të liron trafikun, pas nesër taksat. Po pse çoj jemi ne në Finlandë? Pa, e drejtë, ke të drejtë kolega, ata janë njerëz ftohtë, ndërsa ne jemi Ballkanas, na zjen gjaku apo jo? Pikërisht dhe kështu banorët janë ndarë në 2 grupe. Një grup është mbledhur dhe po proteston. Ja. Pse? Na janë thënë duart ne, zgjem do të vetë vend ne, u bëre ti të na lirosh vend ne, çfarë do të vetë aty? Po, të drejtë ke. Jo, nuk e kam me ty, kështu ka thënë. Pra burr, pa ti ndaje pra se mendova se po mflisje mua, tash. Jo, po jam dhe unë se jam përfshirë në emocion tani. Okej. Vetëm dëgjoj të përtitura protest. Nga ana tjetër grupi I dytë kërkon, o zot, këtu mos shty se jemi live. Çka? Po. Grupi shtyen njerëz. Po shtyen, ha? Po. Grupi I dytë kërkon që vendi I ngjarjes të shpallet monument kulture. Borasin, bravo. Firmat po mblidhen. Angelo, 1 minutë pas mosën. Jula, si do firmosësh re se s'ka dalë rroga akoma, po hajde këtu. Edhe një pyetje të fundit kam unë, a ka fituar Partizani derbin me Tiranën nga Shqipëria paralele apo jo? Erdha. Jo, po firmosim që qytetarin që liroi vendin e parkimit
duan ta shpallin deri kombit. Çfarë thua? Vetë presidenti është duke marrë me këtë çështje. Jo. Po, ka i president të burr që jepte kështu dekorata pa limitë burr. Është tjetër. Po pra, e di kush është? Apo bashkohesh ti me atë gocën që se di? Bashkohem edhe unë, po ai tjetri jepte dekoratat për art. Këta po japin për hero pune. Po policia, është aty policia, ka ndërhyr policia, ka marrë masa mbrojtëse. Ku shkoi policia? Policia thon detyrën. Policia ka mbërritur me një herë në vend ngjarje, fillimisht për të ndaluar qytetarin sepse nuk ishin mosuar me raste të tilla. Por sa po kuptuan që s'kishte shkelje, u njoftua presidenca për ta dekoruar. Në këtë moment, qytetari ka menduar se po e arrestonin. Edhe ja ka mbathur me të katra, e ka ikur me vrap. Po vetë qytetari, çfarë thotë? A patë mundësinë që ta takojë, ka reaguar? Ke mundur ti marrësh një intervistë, koleg? Po zure ngushtë. Jo, ja, po të liroj, po të liroj. Akoma i tromaksur sepse kur u larguar nga vendi i ngjarjes, policia filloi ta ndiqte që t'i jepte dekoratën e çmimit. Ai shketi mendoi se bëri ndonjë faj. E vrap ai, vrap policia. Vrap ai, vrap policia, derisa e kapën. Zotri than, në emër të popullit. Jo, mos e thuj atë se na fike. Pikërisht as policia nuk e tha si rat fiket atë. Mirë. Koleg, të falenderoj për këtë lidhje universale, platonike me Shqipërinë paralele ku hapet një vend parkimi dhe askush nuk e zë. Falenderoj shumë. Në fund të muajit hajde të marrësh likuidimet dhe të përshëndes. Ja pra mish, liroj një vend parkimi. Faleminderit. Hajde me të mira. Ja pra mish, ishim me kolegun Juli nga Shqipëria paralele dhe është edhe për të qeshur edhe për të qartë tani, të jetë një vend i lirë dhe askush mos ta zër pra të mendoj për tjetrin. A thua vallë po bëhemi edhe ne popull nordik. Të gjitha këto pyetje do të marrin përgjigje, por tani do të ikim në muzikë sepse DJ Vini është ande nga krau tjetër për t'ju bërë juve këtë mbrëmje shumë të bukur. Nuk më vjen ta bëj, jemi rikthyer fort, po thotë, jemi rikthyer. Oh. Tani. Orno. Ti do bësh rozën? Normal. Gjekun ma lemu. Po më ka dal nami muska. Në rregull? Roz. Po. Je gati për të dalë? Po. Prica të lyhem pak Jack. Eja Roz, lëre të lyrën. Sa ti ku do shkojmë do na iki fytyra fare. Do ikim shohim për shtëpi Roz. Te liçeni? Oh Jack, vdeksha unë për ty. Gjithmonë kam ndëruar shtëpi me pamje nga deti, por edhe nga liçeni nuk është aq keq. Roz, atë derasën që kishim, e ke humbur ti? Jo, Jack, pse? Po se më duket sikur e ke mangut një Roz, kështu si po flet. Shtëpi me pamje nga liçeni, thot. Po aty ka ajër të pastër, Jack. Ka ajër të pastër, Roz. Po kur të marrësh vesh çmimet, s'do kesh nevojë për ajër më. Mirë, Jack. Po te komuna e Parisit, aty ka fjerak, Jack. Roz, urdhra. Atje edhe Qiraja ka pasaport franceze. Po te kodra diellit, Jack. Të gjithë që punojnë në media atje janë Jack. Po Roz, ti punon kinema, jo në media. Dhe atje do digjesh më shumë se dielli, Roz. Do ikim andej lart. Po Jack, ja kino studio. Jack. Po. Mos më bëj filma mu. Kino studio thot. Ua. Jo fix kino studio, po pak më ndej majtas. O jo, Jack, jo! Ke drejt. Jack, po më majtas kino studio së është tu fina. Nuk dua të vdes, Jack. Unë i shpëtova mbytjes. Ti u mbyte, Jack, u shpëtova ti, po më qënë tu fina. Mos qaj tani se... Jam mirë. Mos qaj se më prek edhe mua ashtu. Mirë, Jack, jam mirë. Do mbytemi, Roz. Por të do mbytemi. Po i shala një 70.000 euro, Roz, jo më shumë. Shesim Titanikun, Jack. A nuk marim kredi si thua, shesim është të Roz! Po Titaniku së është i ka regjizorjat e ne thjesht nga këshir ras brënda. Po pse i këm ashtë largë? Shkojmë këte jafër. Ka më shumë facilitete, apo jo, Jack? 3.000 euro metri katror në një zgë që ku asyjet nuk ishe. Qyqja, Jack, po mua është më bënja një ere jo apartamenti. Thejemi, Roz, ikim në stirë. Astir? Po aty s'ka lidhje fare me yjet. S'ka lidhje me yjet, po ka lidhje me trafikun. Po që të bëj unë vdes dhe në Tufin nuk vi. Roz, unë jam tifoze e Tiranës. Jo Tufin, te fresku. Te fresku? Roz, te fresku. Atje naftohet xhepi nga çmime. Jack, unë jam gati të zhytem për këtë dashuri që ne kemi bashkë. Zhytu, Roz. Hishi çfarë ke. Se në fresk që nga trafiku i kush flak, Roz.
Kështu që kthehemi më mirë për Tufin. Aty ka qetësi, ka pamje, ajër të pastër. Çfarë ky miushi? Po na flet në vesh në miush. Janë pusetat e Roz. Tufina është opsioni më realist. Mirë, Jack. Oh, shiko, një burr pa flok. Po vjen drejt nesh, Jack. Arrin ta shikosh? Jo. Mirë mbrëma. Jeni duke kërkuar një apartament special, dua t'ju bëj një çmim kasko, është i mirë në siguracion për apartament. Po të lutem tani zotri, sepse ti më ke ardhur në një moment shumë decisiv që është një çmim okazion. Në fresk, Sa është ky okazioni? Vetëm për 438.000 euro ti e merr këtë pamjen e bukur. Më kupton, ke gjitha ato facilitete, ke freskun afër, ke dhe DJ Vinin afër, e kupton apo jo, i ke të gjitha këto facilitete. Apo nuk e do? Roz? Jo, Jack, nuk më pëlqen fresku. Unë më mirë iki në Tufin se sa në fresk. Ikim Tufin. Qetësoje zonjën të lutem i dashur dhe hajde një ditë më telefono, unë jam agent yt imobiliar dhe ti do të marrësh. Në rregull. Po ne do ikim Tufin se na pëlqen oferta atje. Paguaj një herë dhe e ke për herë. Në rregull, Jack. Ikim në Tufin. Oh, Roz. Bye bye. Ku? Te një këngë e harruar. Po është e harruar, pra e ke harruar ti. E kemi gjetur, DJ Vini ka heq plurin e gjitha. Respekte për Dhe DJ ka Vinin. gjetur, kemi shkundur plurin dhe na ka kap dora një këngë të Top Fest 4 në vitin 2007. Angelo, sa vjeç ishe ti atëherë? Shpejt. 8 vjeç, po Ej, kjo është kënga që ka kërcyer Cristiano Ronaldo. fiksi ishte koha kur Shpat Kasapi dhe Blero ishin seks simbolet e Shqipërisë. Po, koha kur Justin Bieber i binte macës me lug. Koha kur berberat bënin hire kur kërkonin modelin e Shpatit, po ulnin qepenin kur kërkoi modeli i Bleros. Pse? Po sa si edhe kur, se ban me çka pas tove. Okej, për të gjithë nostalgjiksit dhe nostalgjikset, ne tani kemi ardhur në fund të pjesës parë. Do t'ju lëmë në shoqërinë e Falma, ndërkohë në pjesën e dytë kemi të ftuarin i cili po pret që të ngjitet, edhe ai është një nostalgjiks. Kemi Erion Korinin, po vetëm pas pak. Ikim DJ Vini. Jemi rikthyer nga Polonia. Direkte në Top Albania Radio ishim duke dëgjuar Erion Korinin me Greta Koçin Kush ka faj, kënga. Po që këndon gazetshëm ky çuni. Me vërtet? Është një shoku. Është nga Fieri, gjithë. Leila. Orno. Nuk meriton as të hurrehesh, se vajzat janë sëmundje dashurie thon nënat shqiptare, por kush ka faj? Edhe fati qan. Çfarë thua? E duke ciloj fjalësh apo fillimi një historie, por nuk është fiks ashtu. Tituj këngësh që bashkohen, e formojnë një mini histori, si ato hartimet që bënim në shkollë dikur. Okej. Për një rrëfim sot në Top Fare këtu në Top Albania Radio, Erion Korini. Mirë se u gjeta çuna, faleminderit për ftesën, por duhet ta dini, dua të jemi sinqert që ndërkohë që po ju prisja poshtë, kaluan ca shok me makinë dhe më ftuan për një darkë dhe kisha me dy mendje, thash po ju lë vetëm, po ikit pinë një gotë verë të mirë. Dhe isha ka se nuk ju vetëm kur. Faleminderit për ftesën dhe meqense sot është hapja, është nisja e emisionit tuaj, unë ju falenderoj që isha unë ai që më ftuat. Patjetër. Si pari fitimtari që bëra këmbë dhe ta dini se e kam këmbën e mbar, kështu që për veten jo, për të tjerët po. Dhe do ju shkoj mbar emision. Hajde me shpresë. Do na dalë rroga para kohë. Bukur. Korin. Orno, çka ke koleg? Unë do të thoya kur ka qenë era fundi që ishte në Poloni. Okay, po. Ka disa kohë, mund të ketë gati 2-3 vjet. Po. Ke 2-3 vite pa shkuar në Poloni. Po, kur shkon atë të rikthehet, le të themi, nuk kam asnjë lloj emocioni kur shkoj. Nuk ke emocion. Ti na ke bërë ne gjithë të emocionojmë për vetes ke emocion. Domethënë në ka shtëruar gjithë atë kohë kur xhirova me Greta Koçin, që ishte 13 vjeç. 13 vjeç atë. Po, se u bë legjend ky fakti sa vjeç ka qenë kur këndoi këngën e parë me mua. Unë me thënë të drejtën e pash tekstin e kishte shkruar Gjergj Orgaqi dhe nuk mundesha ti përshtatja dot një skenar. Me thënë të drejtën, dhe thash çfarë po bëj, gjithë përgjithësinë e videoklipit, po ja kaloj Apollonis. Dhe vetë thjesht po interpretoj. Edhe këtë bëm. U varëm me ato kullat atje, me atë modelin e flokëve të mia bisht pëllum, po me një këmishë me ato mëngët e lëshuara, po. Edhe e ka qenë si Scarface. Çfarë dukesh për atë kohë? Shiko, ka qenë 2004.
2004. 2004. E disa njerëz janë martuar e fejuar me atë lloj skene që keni bërë ju Erion aty. Ata që shkonin në Apolloninë atë kohë, miq ose të njohur ose të panjohur, që më kishin friends në Facebook ose që s'më kishin friends, shkonin në Apolloni, vizitonin në parkun dhe pasi mbaronin atë shëtitjen, më dërgonin video që më kishin imituar mua me Gretën. Po kjo gjë ndodhte shpesh në atë kohë. Okej, Tek kishim ditë kishim marrë këto video, kishim bërë një kolazh. Po mirë, më sa e bëjmë në radio, mos e bëjmë. Ska gjë, nxjerrim në YouTube. Kemi ndryshuar Erion se ti na mban mend dikush donte dikë, por për gjithë ata që thon, "Ore ku e kam dëgjuar unë këtë zë melodios përveç se në këngët e tij, Erionin e gjeni çdo ditë tek Radio Tirana që bën emisionin e mëngjesit atje bashkë me kemi gati 2 vjet që bëjmë sa thon njerëzit ku është Erion Korini? Një emision mëngjesi. Me thënë të drejtën, në kohën që kam qenë shkëputur nga muzika, kam qenë gjithmonë pjesë e radios, me postproduksion, në drejtim të saj, drejtova radio informative për gati 14 vjet. Më pas punova dhe jam duke punuar në Radio Tirana. Pra kam qenë gjithmonë i lidhur me median, por gjithmonë me fokusin tek radio. Dhe te zëri. Dhe vazhdoj, kam një emision mëngjesi, siç e them, me Rezar Xhaxhiun, zgjohemi shumë herët. Në orën 6 të mëngjesit deri në orën 8. Ti jemi ton bukur, ma imito. Jam të i tashur me Erin. Eri po sot do flasim për midhjet. Ne kam studiuar midhjet. E kemi gjanë shumë dhe sa herë që imitoje, kënaqesh, nuk mërzitesh asnjë. Po është bukur që ai ma lejon. Të përshëndesim Xhaxhin nëse na dëgjon. Autorin, më thuaj. Jemi futur në YouTube. Më pëlqen kur thotë Autorin, duket vetë si ushtar në repar. Po. Je futur në YouTube, çfarë ke parë? E di që unë futem rrallë në YouTube për të parë veten time, nuk jam nostalgjik fare. Pse nuk e googullon ti Erion Korini për shkak? Fare. Sa ke pyetur një ChatGPT? Po çfarë interesi mund të kem unë për veten time? Po ta shohësh që ke parasysh çfarë thot? Kënaqësi kur googullon veten, për shembull, ty dalin gjithë ato. Po shoh se çfarë thon të tjerë. Nuk para më intereson, me thënë drejtë. Nuk ti intereson. Jo. Vjen me moshën? Mos interesimi se çfarë mendojnë të tjerët? Mbas edhe me moshën, nuk e mbaj mend veten time të ri, më duket se kam qenë gjithmonë kështu, por kur arrin në këtë moshë, ti vlerëson të tashmen, vlerëson njerëzit që të duan që bëhen shumë pak gjatë udhëtimit, pra rrethi besimit bëhet tek 5-6 njerëz, vlerëson faktin që në shtëpi të pret dikush që të do shumë dhe ke besim tek ai njeri, dhe që ke një profesion dhe bashkëpunëtor të mirë, profesionist, kjo është e gjitha ajo që kërkon njeriu në këtë moshë. Mos flasim pastaj për hobet, jo peshkimi, jo shëndetje etj. Po mos të pyesim për moshën eksakte. Jo, po s'e kam problem fare. Sa vjeç je? Dalin e 77, 48 vjeç. 48. Po. Shkofsh 100 Erion. Faleminderit. Kur s'kesh 50 vjetorin do të shtojmë pra. Po. Edhe ju shkofshi 100, por një miku im profesor thot, "Ore pse është ky urimi thot 100 vjeç?" Pastaj bëhesh i mërzitës. Se jemi japonez. Mërzitet njeriu, jo vetëm u mërzitet të tjerëve, po mërzitet edhe vetë duke jetuar. I plotson ato gjërat, ato qëllimet objektive, pastaj edhe mund të ikim. Është thjesht kalimtare. Po YouTube-i? Në YouTube, te kënga jote Sëmundje dashurie. Është një koment aty Korin dhe thot eksaktësisht kështu. Po ku ka humbur ky Erion Korini? Pik pyetje e madhe. Pse nuk po bën më këngë të reja? Goxhaj talentuar dhe ka një zë të mrekullueshëm. Tani, ti Zojn apo Zotri, si ishte me emër kështu. Po, nga ata me numra, po. Me numra. Që e ke bërë këtë koment? Si fillim urojmë ti je mirë me shëndet, ti je duke na dëgjuar dhe së dyti, ja ku të marrësh përgjigje. E thashë, bëra një prezantim timin se ku kam punuar dhe ku jam duke punuar. Po, kjo nuk të lë të mos merresh. Pjesa tjetër e pyetjes së zonjës, apo Zotri. Po. Unë i përgjigjem që nuk kam qenë aktiv më në muzikë, nuk e shpjegoj dot as vetë këtë shkëputjen time, por kanë qenë disa faktorë. Domethënë duhet një natë dimri ti tregosh pse erdhi gradualisht ky largimi im nga kënga, nga muzika. Për një gjë më vjen shumë keq që e dëgjoj zërin tim kur këndoj etj dhe them vetes po pse e le këtë zë pa kënduar. Megjithatë nuk është asnjëherë vonë. Ku i diet? Asnjëherë nuk është vonë sepse edhe mund të rikthehemi. Po ne jemi pak vonë për reklamë. Okej. Respekt për reklamat. Rikthehemi direkt sepse ka reklamë. Jemi rikthyer nga La La Land Top Albania Radio. Pasi sa më pëlqen ky unisioni juaj kur riktheheni transmetim. Është baka më të miruar gjithmonë. Faleminderit. Ka dalë kështu. Çfarë kohë është? Pritëm ditës thotë Erion Korini ju ka më të miruar. Po. Si është jeta. Jo, kisha fjalën për unisionin, pritet. Për unisionin, Ora, suksesi sot. Është më shumë çështje talenti apo marketingu, si mendon? U mendoj i të dyave.
por edhe marketingu është një faktor që ndikon shumë tek suksesi. Domethënë sot ka menaxher, sot ka shumë faktorë të cilët ndikojnë për suksesin tënd që në një farë mënyrë, nëse ne deri dje mendoheshim gjatë në studio për të cilë një material të mirë dhe kishim atë merakun në bobo, do pëlqet. Sot nuk e buajnë shumë këtë pjesë muzikantë, sepse pothuajse 80% ose 70% të asaj që do quhet nesër sukses e merr në dorë menaxheri me grupin e punës. Pra mjafton që ti të këndosh mirë, pastaj kënga, mund të jetë e mirë, mund të jetë shka, por do ta ngrej publiciteti, marketingu, do ta ngren koncertet, ndriçimi, veshjet, balerinët, këto menaxhimet në rrjetet sociale, pra nuk është njësoj me ato vite. Ti ke qenë vetali vetkadi apo ke pasur? Në përgjithësi ashtu kemi qenë të gjithë. Imagjino sa vështirë kemi pasur ne në atë kohë, po flasim gjithmonë, un kam dalë me fjalë dola me albumin e parë në vitin 2000, i thon vetëm 3 vjet kishin kaluar nga 97-a, shqiptarëve s'u kishte ikur akoma era e barutit nga rroba. Ka qenë kod vështira. Imagjino nuk gjenim një vajzë që ta kishim personazh në videoklip. Merrim ose kushurirat ose në komshi. Ishte shumë e vështirë, se nuk kishte guximin vajza të dilën atë kohë, të shfaqesh, qoftë me një veshje ekstravagante etj. Kanë qenë kohë të vështira. Regjistronin me ca kamera të vjetra të kohës. Sidoqoftë, ishte diçka që bëhesh me pasion. Por kohërat ndryshonin shpejt dhe ne kishim shumë vështirë që të adaptoheshim me trendet e reja, me muzikën që ndryshonte nga dita në ditë dhe shifni se çfarë ndryshimesh ka nga ato vite sot ku jemi. Erion, çfarë ka mësuar muzika për jetën? A ke marrë një mësim nga këngët e tua? Shiko, mësimi nuk e di tani, unë flas nuk e di vlen kjo që do them unë për njerëzit që po më dëgjojnë, sepse kjo është një eksperiencë personale. Pra, udhëtimi im në jetë ka qenë përgjithsisht i mirë, i bukur. Pra unë e kam shijuar atë që kam bërë, kam shijuar bashkëpunimet e mia, kam shijuar daljet e mia në festival, kam shijuar daljet e mia në Top Fest, në për koncerte etj. Po kjo nuk ka të bëjë me të tjerët, kjo ka të bëjë me atë që unë vet kam përjetuar si eksperiencë. Më ka mësuar diçka shumë të rëndësishme, një zhgënjim total nga ata njerëz që i kisha afër gjatë kohës, i kam qenë i suksesshëm dhe që u zhdukën me magji, kur unë nuk këndoja më dhe fillova t'i fshihesha skenës. Nuk ishin më ata njerëz. Kështu që si u justifikuan për shkak? Keni kujdes, si u justifikuan? Nuk kishin nevojë fare për justifikim, largohen kaq. Thjesht largohen. Po tani në rrugë të shohin, ju flet. Tani pranë ta thash që në fillim bisedës, tani edhe ti nuk ke më nevojë për ata. Ke nevojë për atë rrethin e ato 5-6 persona, 5-6 veta që ti beson verbërisht. Erion, mendon se një artist qëndron gjithmonë artist apo thjesht ndryshon mënyrën se si e shpreh artin e vet? Pra, a qëndron njësoj ai që mendoj që një artist është gjithmonë artist. Është gjithmonë artist. Pastaj ata që duan ta ndryshojnë domethënë në proces të asaj që është duke ndodhur me muzikën, me artin në përgjithësi, janë menaxherët. Ata duan të ndryshojnë, po ti brenda vetes tënde je gjithmonë ai. Le të themi bëhen kompromisa në këtë lloj rruge, pra njëri që do të zhbëj. Kompromise bëhen vetëm kur ti nuk ke komoditetin për të zgjedhur. Pra në rast se ti je një artist i ri dhe nuk ke të ardhura, dhe ty të ofron shtëpi diskografike, albumin, etj, veshje etj, dhe ti pranon të këndosh edhe ato që ata do të ofrojnë pa dëshirën tënde. Pra me që është hallexhi kapet. Po në rast se ti ke të ardhura të mira, ti bën atë që do. Dhe ti ngelesh ai që je. Jeta na ka mësuar ne për shembull që një le të themi një njeri me të ardhura shumë të mira të jetë futur në rrugën e artit. Pra kemi ndonjë multimiliarder që më vonë zgjodhi botën e muzikës, apo i kemi flet për botën, për Shqipërinë. Si pra artista, se un kam dëgjuar vetëm raste kur njerëzit le të themi kanë qenë mbase në skamje, në thonjza, ose nuk kanë qenë në gjendje të mirë financiare, dhe atëherë ata kanë gjetur artin për shpëtim. Po një milionera bëhet artist? Po besoj se bëhet. Bëhet? Çfarë? Jo, kam fjalën, është leku, le të themi, një kusht. Po. Nuk besoj se leku me fjalë leku të ndryshon ose të sill ty privilegje, të cilat ti nuk do i kishe patur, por ti artin e ke brenda vetes. Okej, ti thua se lindur. Po, do të ti je artist si në një skenë të vogël, si në një skenë të madhe. Bukur. Leku ta bën thjesht skenën e madhe. Okej. Duhet lek për dalë skenë. Leku, i dhe lekun për pjetë. Korin, të kthehemi
pak në kohë. Si është të përballesh me atë heshtjen, pasi e mësuar shumë gjatë me duartrokitje, me brohoritje, me shumë njerëz rreth rrotull. Këto janë lëvizje që bëhen me koshiencë. Unë njoh shumë miq të mi, të cilët janë artistë të njohur, të famshëm në Shqipëri, që jam shumë i sigurt duke i njohur mirë, kam ngrënë, kam fjetur me ta, domethënë kemi kaluar vite. Si ke fjetur? Sa ka fjetur? Nuk kuptimi, tani, kur them fjetur, ne bënim turne. Shkonim bashkoheshim natën në hotele, rrinim deri në të vonë, pinim cigare, nuk po them që flinim në një krevat. Unë nuk kuptova atë. Gacmime tani. Shoqëri që ta rastin nga Edhe doja të thoja këtë që ka nga ata të cilët unë mendoj që në thonjza edhe mund të vrasin veten në rast se nuk janë ata që ndriçojnë gjatë gjithë kohës në skena, në videoklipe. Pra unë njoh njerëz që e vuajnë shumë faktin që s'do t'i njohi më kush në rrugë. Për shembull unë kaloj sot, është brez i ri, nuk më njeh. Nuk e kam fare problem ose as nuk e mendoj këtë gjë, që pse duhet më njihnin. Okej, kur ka ndonjëri që më njeh, që më përshëndet, shumë mirë. Po këtë pjesën tjetër nuk e vuaj shumë. Unë mbaj mend episodin kur unë të thoja që unë i dëgjoj këngët e tua. Po bënte habi. Ne kemi pak a shumë 20 vite. 20 vite diferencë me njëri tjetrin, edhe është e vërtetë, doja dile që ajo që sapo the, po me këngët e vjetra, ato që ne jemi mësuar të dëgjojmë, ato të bukura, ato të baladat që nuk meriton as të urresh. Ti e gjen më veten tani te këngët që ke bërë dikur? Patjetër që ka këngë që janë të preferuara brenda gjithë këngëve që kam bërë, numrit të këngëve që kam bërë. Ke një që e mban nuk meriton as të urresh, është një këngë, do thosha këngë e mirë, e bukur. Ajo ka një histori brenda vetes. Kur kam takuar Arben Dukën, jam habitur që ai në mes atyre poezive kishte edhe një poezi si kjo, të cilës unë doja t'i jepja jetë me zërin tim. Okej. Dhe të dy me Benin u takuam, pati një tempizëm, u takuam në momentin e duhur dhe bëm diçka që kohën e duhur. O DJ Vini, a japim do të jetë? Nuk meriton as të urresh. Me që folëm ta dëgjojmë, ta rikthejmë edhe një herë sërish në vëmendje për të gjithë ata që mbase nga neglizhenca mund ta kenë harruar. Si mendon, Erion ti? Unë jam dakord. Ti e dëgjon? Mel Gibson u dyl në përmale duke kërkuar një manastir. E gjeti më në fund. Ta e çoi deri në fund amanetin e Korin. Pa i ka bërë atë gocën që në Top Albania Radio dhe Korin. Po. Përpara se të vazhdojmë bisedën, më fal. Meqense ishim tek nuk meriton as të urresh, që sapo dëgjuam, do të bëj një falënderim atij që ka luajtur në kitar, solistit, i cili ka qenë një bashkëpunëtor i vjetër i Top Albania Radios, dhe quhet Fabian Aslani. Ju nuk e njihni sepse jeni djem të rinj, po janë djem që kanë kontribuar tek kjo media madhështore. Bukur. Po edhe ti ke kontribuar pak. Jo, un kam qenë gati 2008-2009 me postproduksionin tek prodhimi i reklamave, kam punuar me një djalë që unë kam shumë respekt sot e kësaj dite, nuk e di ku është, Margarit Kraja, ishte ai që merresh me prodhimin e reklamave në Top Albania Radio në atë kohë, dhe atje mësova ABC-n e leximit të reklamave. Bukur, atje stërvitë zërin. Një këngë e mirë, e bën teksti, muzika apo klikimet? Një këngë të mirë e bëjnë këto dy të parat. Teksti, muzika. Klikimet mund vinë edhe për shkak të një video për të temës që trajtohet brenda në videoklipa, ku diun aktorit, femrave, vajzave, dritave, ku diun. Po ka 20 milion klikimet brenda javës. Do të thënë për mua, e bën teksti, e bën kompozimi, e bën këngëtari. Tjera si e ke, le të themi, këtë traditën e punës kur bëje muzikë, pra ti tekstin e shkruaje vet apo? Dgjoj, unë mendoj kështu, nga eksperjenca ime. Rezulton që kur bëhet teksti i pari, kënga ka shumë mundësi që të bëhet hit. Okej. Sepse çdo gjë ndërtohet në bazë të temës që trajton teksti. Peshohet çdo fjalë, interpretohet ashtu siç duhet, ndërsa kur bëhet muzika, ku demoja shkon tek poeti me një la la la, dhe në vend të asaj la la la, sa ai duhet të shkruaj disa fjalë, është njësoj sikur ja ke diktuar që qëndro brenda kësaj metrike dhe të lutem na shkruaj diçka të bukur që për mua është shumë e vështirë. Pra unë mendoj që është më e suksesshme kënga kur bëhet teksti në fillim, pastaj muzika. Mbaj Shënim Abedin, kot nuk thonë para ishte fjalë. Unë nuk besoj se duhen më këto instruksione. A thua? Jo, nuk vlen më. Se nuk vlen më që kam dëgjuar këto ditë, më fal që u ndërpreva, kam folur shumë sot? Jo, mos e vrim për efektin që punoj në radio. Po, mos e vrim, ne prandaj kemi marrë që të flasësh ti i ftuar.
Kam dëgjuar këto ditë një gjenerim të inteligjencës artificiale, një duet të më fal, si e ka ky Damian Marley me Sia, 3 Seconds. Dhe nuk e dija që ishte gjenerim i AI, i inteligjencës artificiale, po? Jam llatarist, më ka pëlqyer shumë, nuk e ndaj nga makina. Domethënë imagjino në çfarë nivelesh kemi arritur. Shkoj deri te muzika. Jo, e ka prek muzikën. Po ti thua që e ka qa. Është tjetër gjë që ai ta këndoi dhe është tjetër gjë që ai ta jetoi, se ne jemi ulur dhe më përpara bashkë, dhe unë të kam thënë tekstualisht sepse nuk meriton as të rreshë, ne dëgjuam pak më parë. Ka një lloj të veçantë, pak më shumë se të tjerët, sepse më beso mua që jemi përballë një dileme shumë të fortë se çfarë do ndodhi me muzikën, me artin. Ti si mendon? Unë mendoj po ta gjykosh ftohtë, jo me. Unë mendoj që nuk, nëse nuk merren masa, botërisht domethënë, në industrinë e muzikës, që të mos përfshihet më inteligjenca artificiale tek prodhimtaria e artit muzikor, atëherë mund të shpëtojë muzika. Në rast të se do ketë diktime, do ketë interesa, do ketë ku di unë se çfarë, dhe inteligjenca artificiale do diktoj brenda muzikës, domethënë tregut botëror të muzikës, atëherë unë mendoj që nuk e shmangim dot. Pra edhe këngëtari është një nga ato profesione që është rrezikuar nga inteligjenca artificiale. Ashtu si dhe moderatorët e radios, ata televizive etj. Është bërë kjo, të paktën me le të themi me inteligjencë artificiale është tani. Po. Më fal, mos ju nxora jashtë skaletës apo jo? Jo më burr që ska nuk kemi skaletë, çfarë? Ka do të na denigrosh figurën. Si të rrjedhë biseda. Orin, a ke nga ato pyetje që s'bëhen Juli? Po. A ke ndonjë peng në muzikë, ndonjë bashkëpunim që s'e ke bërë dot, ndonjë këngë që të ka ngel pa bër? Jo, nuk është se e kam menduar këtë. Domethënë, do doja shumë që të kisha një trio si kënga franceze Belle, që e këndon Garu, e këndon Patrick, nuk i mbaj mend emrat e këngëtarëve, më pëlqen shumë Mosha, po, edhe lodhja. Imagjino jam zgjuar sot në 5 qerek jam zgjuar. Bravo. I bëra 2 orë emision, shkova bëra palestër, shkova në shtëpi të qetësohesha dhe çfarë ndodhi u thuash? Jam mëngjesi, filloi matrapiku tek komshia. Matrapik me kuptimin e parë fjalës. Sot jam i ftuar dhe çunat që do të shkojnë çiki freskë. Ka gjë freskë. Gjatë javës është normale matrapiku, të dielën më është çudi. Po, të dielën është pushim. Kështu që prandaj ndodhi që nuk i mbaj mend emrat konkretisht se kush i këndon atë këngë, por do doja që të kisha një trio si ajo këngë, më pëlqen shumë kur e dëgjoj. Pra do doja të isha në një skenë të tillë, të dëgjoja publikun që e këndon këngën time, dhe kaq ta mbyllja. Po. E vendos DJ Vini. Sniper je DJ Vini. Dhe me që jemi në këtë lloj le të themi ambienti. Tu lexoj vetëm Garu, Garu. Po ai është më i famshëm, kështu që. Okej. Mirë bëra, pastaj thash vetëm Garu. Aty ke të tjerë. I ke edhe Mouse, po të. Do të marr Daniel Patrick. Do të marr syze. Por me që jemi në këtë atmosferë franceze. Ta dëgjojmë pak muzikën dhe të lutem mbylli syt. Po. Mbylli syt, e kam me vërtet se kemi kamerë. Ta mbaj portofolin këtu prit, ta mbaj. Mos kemi ta valla çan do. Po korim ke mua afër, nuk kam dorë. Okej. I mbyll syt po. Mbyll syt edhe vetëm më dëgjoj mua dhe këngën po. E zëm se emisioni do të mbarojë edhe ne do të ikim bëjmë një xhiro në Fier. Edhe aty te shkolla e muzikës te Jakov Xoxa, e ke parasysh si është bërë tani, është bërë shumë bukur. Jemi duke ecur dhe ty aty të kap syri Tinës, Erion Korinin, 15 vjeç. Tani do ta takoj Erion Korinin, do t'i flisje apo do ta lije që të shkonte. Por i ka syt hap akoma ky. Do ta takoja, do t'i flisja. Do t'i thosha që djali mbar, je shumë i ndjeshëm. Përpiqu që të mendosh më shumë për karrierën tënde. Po, sesa ta ndash shpirtin copash gjatë jetës për njerëz që nuk e kanë merituar kurrë. Sepse do të prishin jashtëzakonisht punë.
Këtë do t'i thosha që të mendonte vetëm për karrierën. Bukur. Ej, duar trokitje për Erion. Tjetër ato se pse u skuqe Erion apo je gati të lutosh? Jo, e di pse u skuqja se vërtet imagjinova pash atë Erionin e dobët me atë modelin bishpëllum atje ulur me ato këmishat me vija që kishte qefti mbante në atë kohë me ato cigaren Cooper të asaj kohe. Nuk është reklam se sot nuk ekziston më atë cigare. Është pa ti falim. Nuk po se ekziston më pra. Ai shumë pite. Kështu që ajo që i thash Erionit ishte e vërtet. Domethënë më doli nga shpirti. Unë ndje sepse le të themi në radio ti nuk mund të gënjesh. Po kështu e kanë artistët. Sa bukur flasin. Si marrin vesh fare. Po Erion, me që jemi. Ne kemi përgatitur për ty 30 pyetje. Sa shumë. Po ne bëm 15 tani. Po, do t'i bëjmë tani DJ Vini. Kemi 30 pyetje për ty ku ti duhet përgjigjesh shumë shkurt, pra me tek fjalë. Dhe e bukur kësaj loje është se nëse ti thua 2 ose më shumë ne të rikthejmë te pyetja e parë. Shpresoj të jesh gati. Juli dili borxhit? Po nuk ka pik Gjunofi, ne të kthejmë dhe ti ke orar të berberi, nuk di çfarë orari ke, ne këtu do rrim gjithë natën derisa të marrësh. Je gati? Unë po ngatrova nuk mërziten fare. Mos e vrimën, gjëja e fundit që hëngra. Presh. Hera e fundit që bëre sher. Sher. Një fjalë, mos harro. Para 3 ditësh. Para 3 ditësh fjali. Gjëja e fundit që hëngra. Presh. Hera e fundit që bëre sher. Dje. I ka fshon thonjt? Jo. Je kokfort nëse po. A mund ta thyesh një pjatë në të? Jo. I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punë tua Erion? Po. A të pëlqen komshit e tu Erion? Jo. Ai ma trapikut. Ke ndërmend të derë sot të bësh tap lonz me ata shokut që na the? Jo. Digje shumë në verë nëse po. A lyesh edhe ti me kos? Jo. Kosi hahet apo pihet Erion? Pihet. E bukur apo e zgjuar Erion? E zgjuar. A je i lumtur Erion? Po. Para apo dashuri? Dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? Puthja e fundit. Ku ishte puthja e Ta fundit? vashë të na trembë. Shpjeku e Para një ore. para një ore fjali. Gabim. Po vetëm për fati që u tregova i sinqert, ma fal. Ka që sinqeriteti. Se dhe kos kemi. Sinqeriteti i vërtetë është dëmshëm. Gjëja e fundit që s'hëngre. Që s'hëngra. Nuk e di unë pyetje. 3 veça. Bukur. Hera e fundit që bëre sher. Dje. I ka fshon gishtat e këmbës? Jo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Jo. I ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve për të marrë me punën tua? Po. A të pëlqen komshit e tu që ke pas dikur në fjerë Erion? Ke ndërmend të derë sot? Jo. Digje shumë në verë nëse po, lyesh me kos? Jo. E bukur apo e zgjuar është ajo E Erion? zgjuar. A je i lumtur Erion Korini? Po. Para dashuri, pound, drami, Dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? E fundit. Ku ishte puthja e fundit? Dje. Bravo, gënjeshtar. Erion, a të pëlqen ushqimi kinez nëse po, do të haje një zhapik? Jo. Më mirë të thot zemër shpirt apo këngëtari im. Zemër. A shan kur she lajme pip? Jo. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos? Po. I bie ndonjëherë qylit? Po keq fare. Po. Hera e fundit që e skuqur nga turpi e bër speci kuq. Sot. Erion Korini, a të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë e kam shok ose shoqe? Po. Bukur, hera e fundit që them fal. Sot. Hera e fundit që gënjeve? Sot. Je lënduar ndonjë. Na ka shtuar fare. Si masi Pinoku, nuk e Gjithë sheh. të vitin që gënjevë. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria. Nga Pinoku pra nga onda. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria. Dashuria, o miku im. Nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do zgjidhe ti Erion Korini? Një fjalë se të ktheva prap. Mace. Më mirë të duash apo të duan? Të duash. Erion Korini, me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër? Hajde herë. Po njëmër, po emër. Të ktheu vini. Të ktheu vini. Je piku. Skip. Ke qeshur ndonjëherë në varrim? Po. Batutat më të forta në varrim. Kjo pyetje pasha. Kjo e diet përgjigje, kush nuk ka qesh në varrim. Erion Korini, çfarë bën kur s'keç bën? Asgjë. Nëse bën ti bën. Çfarë bën ti? Ja mos e thuaj gjitha më. Diçka vini çfarë bën kur s'keç bën? Është pyetje. Nëse do të zhdukesh për një ditë ku do të shkoje Erion? Në Ballsh, në Alask, okay. Nëse do mund të dile në një takim me një person të famshëm në gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje edhe pse këtu jepi 2 fjali, 3 fjali sa duhet. Fred Mercury. Mama. Jo, mos këndon më se nuk e për këtë punë. Erion Korini do. A mund ta bëjmë jingle këtë të Julit, lutem.
Kjo si siren. Si ani Ruajtë se doli nga shpirti kjo. Ja doli me sukses, me pak sforcë ta kaloje, le të themi, testin ton. Ne të Ti se vjen dyshim fare. Asnjëherë, burr, asnjëherë. Ai rikthehemi sërish në bazë. Të baza. Ke lagja. Okej, Erion, të falenderojmë shumë që zgjodhe ta bëje sefte këtu me ne. Është një kënaqësi e veçantë sa herë që të takojmë dhe sa herë kemi fatin që të flasim, sepse kemi shumë për të mësuar nga ty. Të lutem, riktheu muzikës. E vlerësoj shumë ftesën tuaj, fjalët e tua, dashurinë që më jepni, respektin dhe më bëhet qefi jashtëzakonisht për ju të dy që punoni sot në këtë media, që shpesh herë dëgjojmë njerëz që i thurin komplimenta Top Channel, Top Albania Radios dhe ndonjëherë thon ora është hipokrizi se po i bëjnë qefin. E thënë e vërteta është nga mediat më të investuara dhe të gjitha komplimentat dalin nga zemra, nga shpirti dhe unë mendoj që si media është Meka apo Vatikani mediave shqiptare, kështu që urime çuna, rrugë të mbar në këtë rrugëtim shumë të bukur me top fare. Dhe do t'ju dëgjoj sa herë të më jepet mundësia. Të falenderoj. Në sikshim të bëj reklam, po duhet paguaj këtu tani. Po më vetë japim në një kafe por. Kemë shkojmë në Sira, mos miru pafshim. Do kthehemi në kurdo. Po në Amerikë do ikim në muzikë. Çuna falenderoj. Kemi edhe reklamat e Ikim DJ Vini. Dy mikesha shumë të mira. Hello. Sofi. Mirëmbrëma çuna. Mirëmbrëma. Wow. Mirë se na. Barba çutem se pa vetë Lancho. Lancho. Bukur. Goca. Ç'kemi pastaj? Lancho pra. Bukur. Muzikë të mirë, ritmet më të mira besoj. Po juve si ju shkoi sot? Top fare besoj. Top fare. Top fare. Nuk ka si tjetë ndryshe çuna. O do shkoj top o do shkoj top fare. Para se të vazhdoj me të gjitha, uroj që t'ju shkoj sa më mbar ky sezon. Urime për episodin e parë, urime për emisionin, edhe më vjen mirë që tashmë ndodhemi të tre, domethënë përpos Sofit, po them në rastin tim me tuaj. Unë jam e përjashtuara. Që ndodhemi në një tavolinë ku jemi të gjithë kolegë. Bukur. Ne sigurisht ndollëm nga era e fundit që ishim në studio. E kemi ndjell dhe do të që gjërat bëhen realitet. Okej, mos ju marrim shumë kohë. Pas pak do të kemi Lançon me 2 super yjet. Bëra gjësi Manushi. Okej, ne do ta mbyllim këtu. Shumë faleminderit ju thuaj këto llafet e bukura për fund. Ne do dëgjojmë sërish javën tjetër, por deri atëherë sa keni për të dëgjuar, dëgjoni goca dhe të gjithë programin në vijim, sot edhe në ditët në vijim.